Të nderuar të pranishëm, me rastin e 27 vjetorit të epopesë së UÇK-s, të sulmit mbi familjen Jashari, të rënies së komandantit legjendar Adem Jashari dhe gjithë dëshmorëve, kërkoj 1 minutë thjeshtje nga gjithë pranishmit. Lavdi. Nderuar anëtarë të Kuvendit Komunal, nderuar nënkryetar, drejtor të drejtorive, qytetar të Komunës së Vitis, nderuar organizata të dalën nga lufta, organizata Avelës, kryetar Idris Shuni, nga familja e dëshmorëve Gjevlet Ademi, Batshemi, kryetar, zoti Abdul Bajrami, kryetari i Avelës, komandanti i stacionit policor, zoti Afrim Malili, udhëhesi Bashkisë Islame, zoti Samedin Hoxha, kryetar i burgoseve politik Gjevat Haziri, ish kapiteni i FSK-s, zoti Lubishtani, ish kryetar komune Daud Xhemali, përfaqësues partive politike, gjithë pranishmit sot që jeni në këtë seancë. Jemi mbledhur sot në seancë solemne për të përkujtuar 27 vjetorin e ndryshimit të historisë së vendit tonë, e ndryshimit të gjendjes së asaj kohe, të sulmit të rënd të ushtrisë dhe policisë serbe, mbi familjen e shenjtë, mbi familjen Jashari, mbi familjen e komandantit legjendar Adem Jashari, atë ku ndryshoi historia e vendit tonë, atë ku hapet mundësia që ky vend të fitoj lirinë, aty ku dha mundësia që ky vend të filloj për të luftuar, aty ku dha mundësia që të forcohen radhët e UÇK-s, që të forcohen gjitha forcat që do të orientohen për të kundërshtuar regjimin aktual. Shembulli më i mirë i një familje shqiptare, tradicionale, ku luftoi prendet, ku luftoi komandanti legjendar, ku luftuan gratë, ku luftuan fëmijët. Kjo tregon që për lirinë e vendit tonë u flijuan fëmijët, u flijuan gratë, u flijuan pleqt, nënat, baballat dhe të gjithë ata që jetuan këtë vend, dhanë për këtë vend. Prandaj, është një familje legjendare, komandanti legjendar, shembulli më i mirë i themelimit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Pasoi ngjarje të rëndë të luftës traditore, ku mbi 50 anëtar të familjes Jashari ranë dhe bën një vend historik, një vend i shenjtë për të përkujtuar gjithmonë shqiptarët, sepse liria ka kushtuar shumë shtrenjtë. Është dhe shumë gjak për liri, është bërë shumë punë për liri. Forcat serbe menduan se do psuan rënien e UÇK-s. Mirë po, aty ishte fillimi më i madh i mobilizimit të djemve, të vajzave, më të mirat e vendit tonë, të cilët u rreshtuan ushtrisë çlirimtare të Kosovës, nga të gjitha anët e botës, nga të gjitha shtetet e botës. U rreshtuan në njësitë të ndryshme në gjithë Kosovën. Në gjithë Kosovën shtrihet rezistenca e luftës së shenjtë për liri, për të çliruar këtë vend të shenjtë. Këto sakrifica vazhduan në për shumë vende, në për shumë betejë të ndryshme, ku edhe njerëzit tonë, ku edhe vëllezërit tonë, ku edhe nga familjet tona, edhe nga qytetet tona, edhe nga fshatrat tona, ju bashkuan radhët në për gjitha zonat, po edhe në zonën tonë, edhe në Viti. Dhe kjo ndodhi që për lirinë e vendit tonë, dhanë shumë dëshmorë në gjitha vendet, në gjitha fshatet, në gjitha pjesët e vendit tonë, në gjitha pjesët e Kosovës. Prandaj, lavdi gjithë dëshmorëve të kombit, lavdi gjithë atynëve që dhanë për vendin tonë, për lirinë e vendit, sepse vetëm me liri japmi mundësitë që të punojmë për vendin tonë, që të punojmë ndershëm, që të punojmë për të mirën e vendit tonë. Duke kujtu familjen Jashari, duke kujtu dëshmorët, duke kujtu gjakun e derdhur, duhet për herë të mobilizohemi sa më mirë, të punojmë sa më ndershëm në këtë vend tonë, të krijojmë kushte më të mira për të punuar, për të jetuar, për të ngritur standardin e jetesës së qytetarëve të vendit tonë.
lavdi dëshmorëve, lavdi familjes Jashari, lavdi komandantit legjendar Adem Jashari. Për një fjalë rasti, ftoj në kryetarin e komunës, zoti Hasan Aliu. Përshëndetje, i nderuar i kryesuesi i Kuvendit Komunal, të nderuar këshilltar, veteran të organizatave të dalura nga luta, me nënkryje me direksionin dhe të familjes dëshmorëve, zotin Gjevdet Ademin, ish kryetar Basin Qem edhe Avdylin, komandanti i policisë njësitjet në viti kapitan Halili, ushtarak kolonel Lëvishtani, kryetar i shoqatës burgosne politik Gjevat Aziri, ish kryetar i komunës Daud Gjemajli, dhe një përshëndetje edhe për drejtorat të cilët sot janë këtu, zyret e kryetarit, qytetarët, dhe krejt në fund një përshëndetje për një mërgjimtar dhe një kontribusi që është kombëtare Axhem Ajrizi, që sot ju pas ka bashkangjit kësaj seance solemne. Kam nderin të jem sot me ju në këtë ditë të veçantë, një ngjarje tash më ka hyrë në historinë e lavdishme të kombit tonë, është një nder të drejtohem me një fjalë rasti për të përkujtuar betejën e Prekazit, një ngjarje që la pas një ehon të madhe në të gjithë botën dhe në të njëjtën kohë shërbeu si një thirrje për bitë dhe bijat e popullit shqiptar që ishin rreshtuar në ushtrinë çlimtare të Kosovës. Sot me krenari kujtojmë ditët e epopesë UÇK-s 5, 6 dhe 7 marsi në vitit 98 dhe luftën e komandantit legjendar Adem Jashari, me nderim kujtojmë sakrificën e jashtëzakonshme të familjes Jashari, ku nga kjo betejë humben jetën 55 anëtar të familjes, përfshirë 22 të afërm të ngushtë të Adem Jasharit, nuk ka fjalë që mund ta përshkruajë në tërësi madhështinë e kësaj sakrifice. Epopeja e Prekazit ka shënuar një moment të rëndësishëm të kalimit një epokë e robërisë në një epokë të lirisë. Gjatë këtyre ditëve heroike, ushtria çlimtare e Kosovës u shfaqën vlerat më të larta të kombit tonë, trimëria, besnikëria dhe shpirti heroik. Sakrifica e tyre që dhanë jetën për lirinë e Kosovës është një dëshmi e fuqishme për besimin universal në liri dhe pavarësi. Ky besim na tregon se liria dhe pavarësia nuk janë ekskluzivitet i një etnie apo kategorie shoqërore, por janë të drejta të gjithë njerëzimit. Vizioni politik i ushtrisë çlimtare të Kosovës krijoi mundësitë për intervenimin e aleancës më të fuqishme ushtarake dhe përfundimin e terrorit të forcave ushtarake e paramilitare serbe mbi popullatën e Kosovës. Nderuar të pranishëm, në këtë moment historik dhe përballë sfidave aktuale, jo vetëm të Kosovës, por të Evropës dhe botës perëndimore, na duhet më shumë se kurrë një angazhim i madh dhe një unitet i fortë. Ky unitet është kyç për të siguruar se populli shqiptar, kudo ku jeton, do të ecë përpara në proceset integruese, veçanërisht tani që Kosova është në rrugën e integrimit Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Përparimi ynë duhet të përkujtoj gjithmonë kontributin e paqëmuar të popullit shqiptar gjatë historisë, i cili gjithmonë ka mbrojtur dhe vënë në rrezik ekzistencën e tij për ta mbrojtur gjallë këtë qytetërim. Kjo na nxit të kujtojmë gjithmonë Prekazin dhe heroizmin e tij kur morrim vendime të rëndësishme për vendin. Uniteti jonë është ajo që do të na mundsoj të përballemi me sfidat që na presin dhe të realizojmë ëndrat dhe aspiratat tona. Si institucione komunale do të vazhdojmë të përkushtohemi për mirëqenien e qytetarëve të TIS, duke ofruar shërbime cilësore, kushte të mira për arsim dhe shëndetësi dhe përkushtim në të gjitha fushat e jetës. Puna dhe angazhimi ynë do të vazhdoj të inspirohet nga sakrificat e atyre që dhanë jetën për atë dhënë. Vitet kalon, por kujtimi për dëshmorët do të jetë në breza. Ky borx ynë ndaj atyre që bën të mundur lirinë e Kosovës dhe që nderojmë sot, ky është një obligim i shenjtë ndaj gjeneratave të ardhshme të Republikës të Kosovës. Lavdi jetës dhe veprës e komandantit legjendar Adem Jashari, lavdi familjes Jashari, lavdi gjithë atyre që dhanë jetën për lirinë e Kosovës. Mirënjohje e përjeshme për të gjithë ata që sakrifikuan jetën
në shërbim të atë dheut. Zoti e bekoft Kosovën dhe popullin e saj. Ju falenderoj. Në emën të organizatave të dalin nga lufta, ftojmë Qemal Recepin të merr fjalën. Të nderuar të pranishëm, i nderuari nënkryetari komunës, kryesues Kovendi, drejtori komunale, përfaqësues politik të partive komunale të Vidinjës, këshilltar komunal, të nderuar kryetari i organizatës veteranëve të luftës, zoti Quni, Gjemal Ademi, përfaqësues i Bashkisë Islame, zoti Hoxha, komandanti i policisë Afrim Hajrullahu, kryetari i veteranëve të luftës, zoti Abdul Bajrami, të burgosur politik, ish kryetar komunal, sot jemi të bua në këtë seancë solemne për të nderuar veprën heroike të komandantit legjendar, i cili u thiju me tërë familjen që të jetë Kosova e lirë dhe shtet i pavarur që sot ne gjeneratat e reja të gëzojnë. Por, nuk do të harrohet vepra historike e Adem Jasharit. Kthesën e bari Adem Jashari, Serboslavët menduan që me shurin e familjes Adem Jashari do të dorëzohet Kosova, po përkundrazi populli shqiptar u mobilizua anë ekran Kosovës dhe Evropës për të luftuar dhe shliruar vendin tonë. Prandaj na punojmë për të ardhmen, mos të harrojmë kaluarën. Historia do të shkruajë veprën e ushtrisë shtrindar të Kosovës, në veçanti vepra e Adem Jasharit. Prandaj një herit ju uroj që bashkarisht të hesim përpara për çështje kombëtare, për shtetin tonë, bashkarisht të lëm anash teket politike, punojmë për shtet. Lavdi të gjithë veteranëve për liri dhe abdhe, lavdi të gjithë dëshmorëve të Kosovës, në veçanti familja Adem Jashari. Faleminderit për fjalën që më dhat. Të nderuar pranishëm. Faleminderit shumë, Vllazëqim. Agenda vazhdon 3 ditë për shkak të epopejës së UÇK-s. Sot fillohet me seanca solemne, nesër është dita e omazheve që bëhen në tërë Kosovën dhe nota e zjarrit me 7 mars, domthonë agjendë që është në nivel të vendit e bërë. Ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen në këtë seancë solemne. Faleminderit shumë, shihemi në seanca tjera.